28 shkurt, sot është protesta dhe kam mësuar se nuk do të ketë podium. Çasti për të dhënë goditjen e merituar të përbuzurit të administratës amerikane, por dhe personi që tallet dhe shahet nga të gjithë anëtarët e kabinetit tim çdo takim me të huaj. Vetë fjalimi i tij kur tha që çfarë po ngjet me ne socialistët që shajmë njëri tjetrin nëpër ambasadat e huaja tregon dy gjëra. Ose shiku i tij për gjon ambasadat e huaja, ose ajo që quhet leaking, rrjedhje me qëllim për treguar se ka ardhur fundi. Fillimisht ka kërkuar që Ditbyr Bushati të vinë në Shqipëri si zonës kryeministër, ministri i jashtëm, por amerikanët i ka thënë jo, Rama ka përfunduar me kohë. Ideja se mos Spiro Pali do t'i zinte vendin si një kryeministër tranzitor duket më shumë butafori dhe qesharake. Mbas 6 muajsh ka shkarkuar gjysmën e qeverisë, edhe pse hiqej si general si Çan Kajshia kur fliste tek pallati që pa pikturë për e quhen pallati brigadave, se nuk pyes për drejtësinë, nuk pyes për pushtetin e prokurorisë ndaj qeverisë. Pra vetëm një trysni e vogël, një presion nga ndërkombëtarët e detyroi që të pranonte fundin e gjysmës qeverisë dhe mbasi po mendon për zgjedhjet parakohshme brenda shtatorit. Kur dje pa të thënë që Rama drejt vetvrasjes, më thonë se politike si Mehmet Shehu, pati që do habitën. Megjithatë se shikon median sociale, bashkëshortja e tij dje ka dalë veshur se Che Guevara nga vila pallat të Shehut. Mbas nekrologjisë të gjysmës kabinetit, Rama ka shkuar ka pirë kafe ose diçka tjetër që ai përdor, pikrisht në atë sallë ku dekada më parë është gjetur i vrarë paraardhësi i tij, Shehu. Në qoftë se shikon ministrat e rinj, janë anonim. Deputetët e tij thuaj se nuk i njohin. Rasi jo. Ka qenë një video për para 2 ditësh e ministrit mbrojtjes Vengu, i cili rrezullon ignorancën e tij, nuk mund t'i drejtohesh përfaqësueses së Amerikës, e cila ka fuqinë si ambasadore e dashur Nancy, të dashur general. Kjo është gjuha Alex Sorosit, nuk është gjuhë diplomatike. Kurse Spiro Pali, pa diskutim që ka folur në për ambasadat huaja kundër Ramës. Dhe natyrisht nuk flitet tek ambasada e Iranit, apo ambasada e Kinës, flitet tek ambasada amerikane. Nuk është gjë e re kjo me socialistë, ka ndodhur dhe me demokratët, me krerët e shtetit në atë kohë që shkonin dhe flisin kundër Berishës. Smundje vjetër, mbase e trashëguar nga Partia Punës. Rama kërkon të dalë si lider global duke mbajtur qendrim ndaj gardës kombëtare të Iranit, natyrisht duke qenë servili Netanyahu. Askush nuk ja ka kërkuar këtë mendim sepse nuk ka as potencë dhe nuk ka asnjë ndikim tek kjo betejë e madhe Donald Trump. Betejë Trump me Iranin nuk do të zgjidhej në mënyrë diplomatike, nuk kishte shans, sepse 2 ignorant diplomacie, Kushner dhe Witkoff, ishin ulur në tryezë. Trysnia ishte e madhe. Trump përpara 45 ditëve premtoi se ndihma po vjen, nuk e mbajti. Pentagoni ishte i qartë, Trumpi ishte konfuz. Por me Trumpin nuk është finale, derisa diçka është finale, është peshë e madhe. Dhe në këtë vit elektoral, Trump po kërkon për mbysjen e regjimit, diçka që ka qenë një ëndër për 8 president amerikan. Në qoftë se largon regjimin e atollave, Trump hyn në histori. Por në histori mund të hysh dhe duke dështuar, 50-50. Sepse amerikanët nuk tolerojnë vrasjen e asnjë ushtari amerikan. Në qoftë se konflikti do të zgjas, do të ketë të vrarë nga forcat amerikane. Irani nuk është Venezuela. Është një shtet 90 milion dhe ka një pjesë mirë të popullsisë që janë besnik në regjimit, kanë përfituar nga vjedhjet dhe do të luftojnë deri në vdekje. Një pjesë mund të dezertojë. Problemi është se do të ketë miliona refugjati, do të shkojnë në vendet për qark. Përfituesi kryesor është Izraeli. Dhe nxitësi duket që është Izraeli. A e bëri Trump këtë për të rrequr vëmendjen nga problemet e brendshme? E majta akuzon. Në dosjen e Epstein, emri i tij del
38.000 herë, por thuhet që është 1 milion herë. Deri tani asnjë fakt që provon për ka kryer krime, por janë redaktuar gjithë materialet ku përmendet emri i një akuzë madhe është nga Radio Publike, NPR, që në 4 intervista të një personi që akuzon Epstein dhe Trump, 3 nga këto intervista të FBI me qëllim janë zhdukur nga Departamenti i Drejtësisë. Por në fakt, kur janë hedhur në treg 3 milion files, ka dhe probleme tilla, por me marrjen e Kongresit në nëndor loja ndryshon. Rama mund të ketë disa skenar. Mund të kërkojë zgjedhje rrëfe të parakohshme, të cilat i fiton me këtë strukturë zgjedhore. E keqja ikën me të keqe. Ndaj dhe Trump përdori forcën ndaj Iranit, duke thënë që askush nuk duhet të vëjë në diskutim fuqinë e ushtrisë amerikane. Por, siç thonë analistët, Irani nuk është Venezuela. Në mandatën e parë ka pas yshtje nga Bolton që kjo të ndodhte, është vrarë Sulejmani, por nuk shkuan deri aty. Në bombardimet e sotme është vrarë ministri i mbrojtjes dhe kryetari i gjykatës lartë, i cili ka dhënë ato dënimet me vdekje ndaj protestuesve iranianë. Thuhet se janë mbi 35.000 vrarë. Gjithkush që vlerëson lirinë duhet të jetë kundër ajatollahëve. Natyrisht që Shqipëria dashje pa dashje përfshihet në këtë konflikt sepse 3.000 marksist iranian të opozitës strehojnë Shqipëri. Irani ka kërcënuar që do të godas me raketa Izraelin, bazat amerikane, nuk ka aq raketa. Gjendja e tij ekonomike është në krizë të thellë. Natyrisht nuk dihet se çfarë vjen pas. Edhe nëse vritet ajatollahu, edhe nëse largohet pushteti, është rreziku i miliona refugjat në vendet përqark. Nëse destabilizohet lindja mesme, e psojnë thuajse të gjithë me rritjen e çmimit të naftës. Shqipëria pa diskutim. Amerika mbase jo dhe aq, por të dëmtuarit më të mëdhenj janë kinezët dhe indianët, Kina dhe India. Ndërkohë Macron ka kërkuar mbledhjet të Këshillit të Sigurisë në Kombet e Bashkuara. Duket qartë që bordi i paqes, ai bord me autokratët e Uzbekistanit, Pakistanit, Azerbajxhanit, ka rënë. Trump, edhe pse kërkonte ta portretizonte veten si njeri i paqes, nuk ju largua dot trendit të republikanëve që gjithmonë zgjedhin luftën për të vendosur në konfliktet mëdha botërore. Në ndryshim nga konflikti i Irakut, George Bush doli nëpër Amerikë duke marrë mikrofonin për të ndërtuar kesin e tij kundër Irakut. Trump nuk e bëri. Në fjalimin në Kongres përpara 2 dhomave, foli me fjali të përgjithshme pa ndërtuar një case. Dhe të majtët kërkojnë të kalojnë një rezolut për të dhënë power Kongresit, sepse ti po hyn në luftë pa marrë autorizim nga Kongresi. Do t'i duhet të marrë aprovim, do ta zgjidhë vetëm me bombardime nga ajri, rrufe siç ndodhin në qershor, enigmat janë të mëdha. Natyrisht që për diktatorë të vegjël, si Vučić dhe Rama, janë ditë shenjta, sepse askush nuk merret me ta. E mbani mend atë fjalimin e shkruar nga dikush me lidhje me UDB-n Rama, u hoq si mbrojtës i madh i Thaçit, dhe socialistët e blenë këtë herojnë e madh kombëtar. Gjermanët, të cilët detyruan Ramën të shkarkonte gjysmën e qeverisë, kanë nxjerrë dhëna se Rama me Vučić ka nisur një iniciativë që Serbia dhe Shqipëria të hyjnë në BE pa qenë antar të BE-s, por vetëm për drejtat tregtare dhe pjesë e Schengenit. Ky është pra nacionalist i madh, që gjithmonë është krah Vučić. Natyrisht që problemet i ka me shqiptarët. Dhe në këto situata kur konfliktet ndërkombëtare të mëdha, ai fiton oksigjen. Megjithatë, duket që kanë filluar thikat nga njerëzit e tij. Më në fund e ka pranuar vetë që ministrat e tij shkojnë e shajnë tek ambasadat e huaja. Natyrisht që mund të ketë ndodhur me ambasadorin e Gjermanisë ose me përfaqësuesen amerikanë. Dhe gjermanët po e sulmojnë dhe e kanë hequr nga ekuacioni. Edhe këtu nuk e priti askush në Departamentin Amerikan të Shtetit. Spiropalit nuk ja falte atë traktin e ratifikimit
ku ajo firmoste për bordin e paqes, duke i hequr ëndrrën e madhe që Rama të firmoste me Trump apo me Rubio. Të dy është përfillën. Por ata që e heqin janë shqiptarët. E njëjta gjë një paralele me Iranin. Mund bombardoj Trump, mund bombardoj Netanyahu. Ajatollahët i heq popullit pers. Ata që kanë vuajtur 47 vjet. Rama mund të hiqet, sikur mbron këtë agresion të madh amerikan, por del nga paraardhësi i tij, sepse partia e Ramës kanë qenë me ajatollahut që në fillim dhe Rama e mban mend imperializmin dhe revolucionin, librin e paraardhësit të tij dhe liderit shpirtëror. Dhe shumica e Partisë Socialiste, sidomos ata që antarësimin e kanë që në kohën e Partisë Punës, janë me ajatollahët. Askush nuk mashtrohet dot. Deep down edhe Rama, më të përbashkëta si në veshje, si në sjellje, ka me kriminalët e Teheranit. Ju falenderoj. Sa shpejt erdhët. Doja të sqaroja ishte mi. Kudo në Shqipëri. Natyrisht që nuk mund të ri pa ju kthyer ngjarjeve të dhjetorit, por dhe pa saksuar disa gjëra që janë historike. Berisha ka qenë në Itali, nuk e ka kthyer Ramizalia. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.